Dhe ja ku jemi pikërisht te ky aspekt i çështjeve të turizmit që si do të ndikoj lufta dhe gjithë sapo ndodh në lindjen e mesme, sapo ndodh në Azi, çmimet e rritura të karburantit në turizmin për këtë verë të 2026-s. Pak shqiptarë the janë të interesuar për të shkuar jashtë, pra nuk kanë shfaqur interes, por ama të tjerë që na vinë nga jashtë. Mund të mendojmë që normalisht ta shqiptarë që nuk janë të interesuar për të shkuar jashtë do të pushojnë brenda vendit. Po patjetër se pushimet ato do bëjmë, po e rëndësishme është që mos të rriten çmimet edhe patjetër që Shqipëria të lulëzoj dhe të filloj të punoj dhe çik me turizmin e brendshëm. Se do me thënë duhet ikim patjetër jashtë, vera është shumë e bukur të kalohet edhe në Shqipëri, si në mal, si në det, si në liqen, ne i kemi mundësi do me thënë, patjetër që nuk është e thënë të shkosh vetëm ke ato vendet që mbahen më i. Në Shqipëria ka plazhe shumë të bukura, ka edhe plazhe që mund të shkosh me çadrën tënde, po thjesht ajo është çështje kulture dhe opinioni, mendoj unë, më shumë se sa na mungojnë plazhet publike. Si është Ergi situatën që mund shkoj, sepse Greqia duke qenë tha Fiori në pjesën më përpara që duke qenë një destinacion që po synohet më shumë tani për shkak se shkohet. Afër. Po, se mund të shkohet me makinë, ama i ka rritur çmimet. Në Shqipëri çfarë do të ndodh? Shiko, që edhe në Shqipëri do rriten çmimet bazë, këtë ta heqim nga mendja që s'do ndodhi, të jeni sigurt që do të ndodh pra. Do ndodhi, absolutisht po, sepse ne jemi shumë të varur nga importi, ne importojmë 2 herë gjysmë më shumë se sa eksportojmë. Gjë që do të thotë edhe për ushqimet tona të shportës bazë, perimet, frutat e tjerë, ne kryesisht i marrim nga vendet e Bashkimit Evropian. Italia dhe Greqia janë 2 partnerët kryesorë. Do rriten atje çmimet, do importojmë më shtrenjtë, nuk besoj se importuesit do ulin margjën e fitimit dhe do mbajnë çmimin njësoj, pra do rrisin edhe çmimin. Ne kemi një të keqe të madhe, thojza nga kjo luftë dhe një të mirë, një mundësi të ardh, do thoja. E keqja është pikërisht kjo, që fluturimet janë më spaku, turistët e huaj duke qenë se në Shqipëri vinë kryesisht për low cost, do ta mendojnë 2 herë se do rritet bileta, do rriten pak ushqimet, dhe do mendojnë 2-3 herë. Nga ana tjetër, kemi mundësinë që duke qenë se zonat caktuara të globit po bëhen me rrezikshmëri më të lartë, ne mund të rreqim ato turistë janë bimesataren në shpenzime, pra turizmi elitar, që quhet ndryshe. Turistët që vinë dhe nuk e kanë problem dhe me këto çmimet që ne do kemi pak më të rritura, të paguajnë, madje të kërkojnë edhe të shpenzojnë edhe më shumë. Por për këtë ne duhet kemi infrastrukturën e duhur. Se praktikisht ato vinë për me këtë çmim, po kërkojnë. Se kanë problem. Ato turistët se kanë problem të harxojnë 100 euro në ditë, se ai ka ardhur për qef dhe ja lejon buxheti që ka, ti duhet të heqësh dhe këtu ti ke mundësi në art, plus në zonat caktuara ti të riorganizosh turizmin tënd që edhe vendasit, shqiptarët e Shqipërisë, shqiptarët e Kosovës, shqiptarët e Maqedonisë, të ketë mundësi të pushojnë pikërisht në vende paran që ketë ambash po brenda. Se ne kemi këtë problem të madh, ne na vinë italianët për shembull deri më sot. Po më shumë, e dini që më shumë se gjysmën e parave që ato paguajnë këtu ne e çojmë mbrapsht në Itali se importojmë. Ne duhet ja mbajmë këtu të gjithë paratë. Ta mbajmë shpuna. Kjo është gjithë çështja. Mes nuk isha udhëtuar qysh për janarit, njeriu që udhëtonte të paktën një herë në muaj për mos thënë çdo fundjavë. Si parashikon pushimet e kësaj vere, Graciel? Me thënë të drejtën tek vendet fqinje. Dhe për mua tani Greqia është bërë destinacion i radhësh, pavarësisht se unë jam nga Korça vetë dhe kam afër. Por me çmimet që po rriten, padyshim që ajo ose tek vendet e Europës brenda për brenda, nuk synojmë më vendet me largësi më të largë, do me thënë, duke filluar, kisha qef të shkoja në Afrikë ose Madagaskar, Egjiptin e pash paka shumë këtë fund vit, por duke parë situatën është pak e pamundur. Ka pikpamja sigurisë për Afrikën deri në këto momente s'ka gjë, po të biletave. Shiko, është kursi sepse avionit ndroi kursin. Dhe kjo detyrimisht e afekton edhe në bilet dhe çmimi rritet. Pra nëse ti më përpara mund ta kapje me 700 euro, tani e kap me 1500 euro. Po, janë minimalisht 2 fish destinacione. Ti ndërkohë 1500 euro kishe për buxhet për t'i prishur për pushime dhe për shef, ndërkohë ti pagon vetëm biletën, padyshim që ajo afekton. Pra për destinacionet më të gjata. Madje edhe për në Amerikë po shikoja para disa ditëve dhe atë kurse ka prekur. Janë shtrentuar jashtëzakonisht shumë. Më përpara unë i gjeja me $300-400, tani kanë shkuar në 600-700. Ato vetëm periudhë tullet mund ta presësh $300-400. Masa 2 muajsh, po patjetër, sidomos me këtë falimentin e Spirit Airlines, po. Në SBA ato do fillojnë rirregullimin e tregut dhe sidomos udhëtimet ndërkontinentale do t'i shikojnë me një kërcim mbi 20%. Që për ne është vërtet i ndjeshëm, se për ne jemi vend me të ardhura në mesatar, nuk është një vend i pasur. Por që ne atë mbi 20% që ne ndjejmë shumë.
praktikisht, dhe nuk do ta ndjejmë vetëm te çmimi i biletës, do ta ndjejmë edhe në gjitha aspektet e tjera, duke qenë vend që më shumë importojmë se sa eksportojmë praktikisht. Megjithatë, cila është sipas jush, domethënë si mund të përfitojmë në këtë moment, domethënë ti the, pra që ka një të keq e ka një të mirë. Unë them përfitojmë duke mos rritur më çmimet, mos ta largojmë atë klientin e mesëm dhe atë klientin që është kurioz, do të marrë një apartament. Këtë mendoj unë që duhet bëjmë, domethënë mos bëjmë gafën që kemi bërë para 2-3 vitesh, që rritëm çmimet sepse tham u pushtua Shqipëria nga turistët, edhe pastaj në gusht hotelet ngelën bosh. Edhe ti rrisin gradualisht sipas vaktit, domethënë se nuk ka lezet sipas vaktit. S'ka lezet, thonë gjithë për jugun. Siket në jug, siket, po iket edhe në jug, po duhet dish ndoshta ku t'ikësh. Edhe ka marrë një sysi të, në thonë sa si shumë i shtrenjtë, si shumë militar, patjetër që aty ka dhe vende dhe plazhe publike, po njerëzit kur shkojnë në jug nuk duan të marrin çadrën me vete. Kurse kemi ato turistët e huaj i shtrihet aty me i peshqir, siç mund bëjmë dhe neve kur ikim si Sicilia, Taormina, nuk e kemi problem, jemi shumë thjeshtë andej. Kurse këtu kompleksohemi, nuk e di pse. Sepse, jo, ka dhe një gjë që në plazhet publike tona e pare punës domethënë sa hapësira caktohen, e dyta ku caktohet ajo hapësirë, e treta atje një Zola Bela ishte një zot një lemeri, domethënë merrshe çadrën 45 euro dhe kur vjen puna, thoshte ai aty në cepe dhe ku di unë, nuk është se është gjithandej shërbime aq i mirë dhe jashtë. Te Izola Bela vetëm ai Rripi është plazh publik, domethënë Rripi që lidh pjesën e bregut me atë si shumë të vogël. Gjithë ato euro shezllonin, ato shezllona që ne në Durrës i kemi që e themi Durrësit, se Durrësi ka hoteleri shumë të mirë, ka shërbim shumë të mirë, domethënë kanë investuar ke pjesa e infrastrukturës, plazhi, çdo gjë, edhe ato i kemi para 30 vjetësh në Durrës, kur isha unë kam qenë ku di unë 5-6 vjeç, 8 vjeç, diçka e tillë. Ato çadra edhe shezllona kishin, kurse ne këtu duam të paguajmë edhe lirë edhe mirë, domethënë kemi edhe ne ca komplekset tona për Shqipërinë, për vendin. Shkon veri kudo, domethënë nuk ka shërbim sa jugu, po ka çmime të lira. Ke mund të shkosh në plazh, mund të shkosh në liçen, mund të shkosh në lum, ke mundësi, domethënë me 10-15 euro të shkon ke lumi Shalës. Dhe kënaqesh, është një perlë, është një shumë e bukur, patjetër ka gjëra për të përmirësuar, shumë gjëra tjera, po mundësinë ti e gjen dhe për të pushuar në vendin tënd, ka shumë shpenzime. Fjori, ka diçka. Nëse bën një krahasim për vitet e kaluara, se këtë vit nuk e di se si do jenë çmimet, po unë si konsumatore, nëse shkoja në jug dhe harxhoja 2000 apo 3000 euro që i kisha taks për atë vit, to 3000 euro unë shkoja në 3-4 vendet e Europës. Dhe jugu i ka çmimet shumë të shtrenjta në krahasimin e ekonomisë tonë, po edhe në krahasin e ekonomisë mesatare. Kur rezervon për jashtë, rezervon para, po rezervon në moment fundit. Unë jam moment fundit. Jo, kam tjetër pyetje për Gracielën, domethënë që 2-3.000 euro për Shqipërinë janë shtrenjtë, jam dakord. Po, janë shumë. Pajtohemi, por që me 2-3.000 euro ti shkon në 3-4 vende në Europë. Çike vështirë, sepse normalisht ti llogarit ndoshta vetëm biletet dhe nga biletat. Si llogarit ndoshta shpenzimet që mund bësh drekat, darkat, hyrjet në muze. Shiko, unë në vendet që shkoj nuk shkoj për luks. Shkoj të shikoj pjesën e kulturës, të shikoj një muze, të informohem se si jetojnë këta njerëz. Më kupton, duke qenë se jam dhe arkitekte, shikoj më shumë pjesën urbanistike dhe të arkitekturës. Po duhet bësh një paralelizëm që ti shkon në njëjtin hotel që shkon në Itali dhe shkon dhe në Shqipëri, për shembull merret me hotelin në breg të detit, në Dërmi ose në Palas. Po, e do dhe me 5 yje dhe pastaj s'duhet. Tani që e merr për në Itali nuk ka shans sa gjesh në breg të detit as me të njëjtën shembull edhe në Greqi. Ti në Greqi ke cilësi shumë të mirë, mund të gjesh nga vendi në Greqi, se ti shkosh Kalamata ose ku diu ta vende që janë në jug. Në jug është absolutisht në jug, varet ku në jug, se mund të kesh në ku diu sa kalon ke Boshin që e ke të lirë, po ty ndoshta neve nuk Boshin, ty Boshin të mungon ujë një herë. Ti nuk e ujt lahesh, ne kemi ujin me orar. Ujë të mungon dhe në Palas për atë punë, pa probleme. Këto janë problemet e vërteta, domethënë transporti publik në bregdetin tonë e gjitha. Domethënë këto. Mirë, trafike kështu i ke. Vetëm gjë që ne mund të bëjmë dhe që ne kemi në dorë është të ruajtur nga monitorimi nga spekulimi. Nëse ne bëjmë këtë, atëherë vërtet do kemi sezon turistik. Ajo është e vërtet, duhet bërë sepse domethënë monitorimi nga spekulimi duhet të jetë gjëja bazë dhe më e madhe që ne bëjmë këtë verë, që edhe po rritën ato çmimet rritën si pasojë e efekteve të jashtme, po jo si pasojë e spekullimit brendshëm,
siç ka ndodhur Po kush e kontrollon çmimin Ergis? Se ka nisur edhe sigla. Domethënë çmimin e një dhome apo çmimet e shezllongëve kush i kontrollon? Ka institucione Edhe për dhomat e hotelit? Për normat e abuzimit. Ti mund ta vesh sa duash, po ke normat e abuzimit që s'mund ta vesh për te funksionoi ndonjëherë kjo gjë se unë. Kjo është pyetja. E pra se deri në sot nuk e. Kemi një autoritet konkurrencën e kemi, prandaj pyeta, i ka ndodhur ndonjëherë se ti ke çmimet nga po themi 30-40.000 lek nata në 700 euro? Kjo është sfida. Kjo është sfida. E kuptova. Do mblidhemi prapë për të folur. Graciela, Ergis, Fiori, faleminderit që ishim së bashku juve që na ndoqët. Nga ana në të premte takohemi këtu ku ka. Veç një ftesë orën 5 Top Channel.